Në fshatin Gradec të Vrapçishtit po vijojnë punimet për përfundimin e një rruge lokale, pjesë e projektit të quajtur rruga e 4, respektivisht rruga e Derallave pjesë e 4, e njohur nga banorët edhe si rruga e Shkupit. Kryetari i komunës së Vrapçishtit Isen Shabani, gjatë një prononcimi për media tha se projekti po realizohet në bashkëpunim me administratën komunale dhe kompanisë zbatuese, me fokus në cilësinë e punimeve, kanalizimin, ujësillësin dhe asfaltimin e rrugës. Sot ndjekim punimet për fundimin e rrugës, në cilën në projektin quhet rruga e 4, rruga e Derallave, pjesa e 4. Ne në fshat e përdorim si rruga e Shkupit, si shprehje kemi rruga e Shkupit. Dhe tani edhe me qytetarët kemi diskutuar për punët që krihen, për atë që janë të kënaqur me punimet dhe sigurisht edhe ne me kompanitë kemi biseduar për kualitetin më të mirë të rrugëve që jemi sot këtu. Ne në 100 e parë kemi me projekte konkrete, projekte të cilët ne kemi pasur edhe ditë më herët që kemi provuar edhe në fshatra tjerë, përpos fshatit Gradec. Gati dikun kemi mbaruar me 3 projekte në 100 e parë, projekte shumë kualitative, ku mund të përmendim edhe kjo rrugë në cilën gjendemi sot, ka kushte që ka rjetin e kanalizimit për ujëra fekal, rjetin ujësillësi në tërësi me rjet të ri, pjesën ansore të rrugës dhe kuptohet që është edhe asfaltimi. Një rrugë që projektet tona kanë projekte një cilësive të lartë, që nesër mos kthehemi sot kemi shtruar asfalt, edhe nesër të kthehemi përsëri të merremi me defektet apo pjesët që mund të na ndodhin nga ujësillësi apo nga vetë kanalizimet që kemi bërë. Ai theksoi se në 100 ditët e para të mandatit të tretë janë realizuar disa projekte infrastrukturore në zona të ndryshme dhe se prioritet mbetet cilësia e punimeve për çmangur defektet në të ardhmen.